Pierkalulu është zyrtarisht një lojtar i Juventusit. Klubi ka Bardesi ka arritur ditën e sotme blerjen e tij nga Milani duke përfituar nga opsioni i blerjes së parashikuar në marrëveshjen e udhëzimit të sezonit të kaluar. Për sa i përket detajeve të marrëveshjes midis dy klubeve, Milani përfiton një pak fikse 14.3 milionë euro nga Juventusi, që janë të paguajtshme në 3 këste vjetore, mund t'japin një vit 5, një vit 6 dhe pastaj diferencët. Bonuset të mundshme, të cilat arrin deri në 3 milionë euro, të lidhen me objektivat sportive të Pierkalulus të Juventusit, objektivat që kanë vendosur. Në total vlera e mundshme e marrëveshjes arrin kotën e 17.6 milionë euro. Kalulu, i cili mbush 25 vjeç me datë 5 qershor, ka nënshkruar kontratën e tij të re me Juventusin në ditën e ditëlindjes të tij. Kontrata e re ka një afat deri me datë 30 qershor 2029, që do thotë një kontratë 4 vjeçare, me një pagesë paga rreth 2.4 milionë euro neto në vit. Për sa i përket Milanit, përfitimi i Milanit është shumë i madh. Milani, i cili mori Bleo Kalulu nga Lyoni për vetëm 480.000 euro në vitin 2020, me këtë shitje klubi kuqezi realizoi një fitim të konsiderueshëm duke përfituar një shumë të mirë, gati 17 milionë euro, që janë fitim i pastër. Komentoni mendimin tuaj, sipas mendimit tuaj, Juventusi me këtë çmim ka bërë goditjen e duhur dhe Milani, si mendoni, Milani ka humbur një mbrojtës të mirë dhe ajo është vërtet çmimi që vlen Kalulu 17 milionë euro?